Ekzistenca e këtij libri e bën me të mos e brendshme. Zgjedhja e tij sepse me të grupu në tjera, po që janë mësues. Me folë mas lidhjes është një që e vështirë, sepse me mori gati që ta tash dhe sa më thanur. Por kjo data 7 është një Zonjës Valbona, Quku, Lisha, që unë e kam njohur në një kontekst për me folë dhe për me ecë bashkë me Valbonën dhe me çu përpara amanetin e profesor Kontor. Me thënë drejtën, disa përshkrime që bana pak më parë për Ledjen, ose në parte që mund të bëj për Valbonën, nuk kanë të bajnë në një rraf kështu ndjes, fjala kompliment më pëlqen shumë. Unë kam dëshirë që njerëzit t'i bajnë njerëzve komplimente, që është edukate, që është shpirti. Por, duke qenë e punon, punon 30 vite dhe lën mrapa një model pune filologjike, është, mendoj unë, në ndjerinë teme, unik. Rrjedhoj kjo një punë të palodhur për ndërcimin e figurës së Midës në shumë aspekte. Duke e falënderuar dhe duke qenë përherë një orës mentorit, ky studim pothuajse shtërrues e shkëmbë më të vështira në ndërcimin e jetës së Midës, lidhur me tekstet shkollore shqipe, aq më shumë ky aspekt është më pak i studiuar, ka më shumë panjohësi, veçanërisht në raportet krahasimtare. Dhe kështu vazhdoi jeta ime, kontakt me familjen e nderuar. Po bona s'do të harroj si në gjitha ato vepra që ka bërë mentor Quku, e ka shëshinu gruaja ati e mrekullueshme. E urta, e qeta, që ato orët që duhet mentorit një mund të familjen i përballon të lagit. bravo!